Mërgata ka hyrë sërish në skenë si faktor politik. Teksa numrimi votave nga diaspora u përmbyll, balanca e mandateve në kuvend ka pësuar lëvizje. 5 ulse më shumë për lëvizjen vetëvendosje. Një ndryshim që mund të duket i vogël në numra, por që fiton rëndësi në një skenë politike ku çdo mandat mund të peshojë në formimin e institucioneve. Diaspora i ka dhënë 5 mandate shtesë lëvizjes vetëvendosje, e cila tashmë numëron 53 deputet, nga 48 deputet sa i kishte në rezultatet preliminare të votuesve brenda vendit. Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës zbret në 18 mandate, ndërkohë Partia Demokratike mbetet me 22 deputet, ndërsa Aleanca ruan 7 ulësit e saj. Vota mërgatës vazhdon të ketë peshë në zgjedhjet në Kosovë, por sipas analistit Albinot Maloku, diaspora mbetet pa një zë të drejtë për drejtë në institucionet e vendit. Ai për ekspoze vlerëson se sistemi aktual i trajton bashkëdhëtarët kryesisht si votues, ndërsa nevojat e tyre nuk përfaqësohen në mënyrë të veçantë në kuvend. Maloku propozon që Kosova të ndjekë modele si ai i Kroacisë, ku diaspora ka përfaqësues të dedikuar në parlament, duke bërë përfaqësimin më të drejtë dhe më funksional. Faktikisht qytetarët tonë me të drejtë votë të cilët jetojnë jashtë, gjithsesi po e kanë atë peshën e tyre. Ajo çfarë është, si me thonë, shqetësuese, jo prezenca me votën e tyre në Republikën e Kosovës, por shqetësuese është fakti që sistemi politik në Republikën e Kosovës dhe shtetënor nuk është se ata i bën përfaqësues të drejtë për drejtë në nevojat e tyre, për faktin e kompozicionit të kuvendit Republikës Kosovës, dhe ata bën vetëm votues, cilët i shfrytëzohet vota për rrjedhoj kundërpesha është jo e duhura. Kishte me qenë ndoshta shumë e shëndetshme që të kishmi modele tipit Kroacisë ose vendeve tjera ku qytetarët, vendasit cilët jetojnë jashtë, mërgata, diaspora, të kenë përfaqësues të tyre në Republikën kuvendin Republikës dhe për rrjedhoj ata të ishin përfaqësues gjithsesi edhe të kryerjes së obligimeve ndaj votuesve dhe tani kanë ngel këta qytetarë vetëm si të shfrytzuar përmes votës, cilët kanë një impakt në rrjedhat politike në vend. Sipas Malokut, një qeveri e krijuar me këta numra nuk garanton stabilitet, pasi sipas tij, përsëri do të mungoj kompromisi me partitë e tjera shqiptare. Kapaciteti e dominanca e numrave ka peshën e vet. Për rrjedhoj ka pas qeverinë në Republikën e Kosovës që kanë pas subjekte politike me më pak numra, mirë po kanë ditë të menaxhojnë dhe kanë bërë qeveri, kanë zgjedhur institucionet pra dhe shefin e shtetit ngjashme. Tani, kjo dominancë e numrave, gjithsesi që ka peshën e vet, por nuk është garantuese pa një fenomen tjetër që qytetari megjithatë i tha aspektit politik në vend, pra kompromisin, për faktin që kemi jo vetëm çështjen e zgjedhjes së qeverisë, por kemi të bëjmë me zgjedhjen e shefit shtetit, kemi të bëjmë me zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, kemi të bëjmë me marrëveshje ndërkombëtare dhe në kushtet normale duhet një kompromis dhe konsenzus, por jo ad hoc, mirë po ajo të ketë bazë në kushte normale dhe para certifikimit të rezultatet të fillonin diskutimet dhe të kishme një marrëveshje politike, e cila do t'i garantonte të parit, ta ushtrojë të drejtën e privilegjit që i dha qytetari për të marrë iniciativën dhe për rrjedhoj të formohej edhe qeveria, zgjedhej shefi i shtetit, kryetari i kuvendit, por edhe mekanizma tjerë përcjell cilat e presin Republikën e Kosovës. Dhe jo më pastaj të krijohen situata konfliktuoze për diçka që mirëfilli dihet, për brenda kuvendit Republikës Kosovës vota ka dhe një përgjithësi, pra nuk mund t'jipet vetëm të kalohet ose në emër të diçkafit që mund të duket shumë populiste, mirë po faktikisht ka një parim, ka një vijim këtë mes. Në kushte normale, Partia Demokratike e Kosovës siç ka dhënë shenja të vullnetit për dialog dhe për të ardhurit në marrëveshje. Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë që nuk kanë vijat kuqe për rrjedhoj si piknisje është çështja e kandidatit, mirë po edhe ajo nison së funit se që larguan nga rendi ditës si nevojë imediate si kushti thelbësor për rrjedhoj se dialogu ose bisedimet për çështjen e formimit të qeverisë dhe partneriteti nuk formohet ose nuk niset me kushte. Po ashtu edhe Aleanca për Formimin e Kosovës me emrin e ri, Aleanca tani më kreun e ri, konsideroj që edhe këta janë ose deri me tani nuk kanë vendosur vijat kuqe. Por rrjedhoj i pari e ka derën e hapur për bisedime.
se kush kish mujt, një vullnet në kontinuitet ka qenë, sidomos i lëvizjes vendosi që ta ketë me lidhjen demokratike të Kosovës, dhe një son spuni pse mos bëhet. Më e keq është që të provohen situata ku nxitet mundësia për shkuar prapë në zgjedhje, e që mos me lënë vend me shkuar në zgjedhje, privilegjin dhe përgjegjësinë e ka subjekti i parë pas këtij procesi zgjedhor. Armër Sadiku thotë se vota e diasporës luan rol të rëndësishëm në krijimin e qeverisë, pasi i jep shtesë patisë që dele para në zgjedhje. Në rastin e zgjedhjeve të fundit, ai vlerëson se vota e Mërgatës ka forcuar më tej pozitën e lëvizjes vetëvendosje në garën për formimin e institucioneve të reja. Po në fakt është të vërtet, në zgjedhjet e kaluara dikon duket ka qenë rreth 16% e rezultatit përgjithshëm. Këto zgjedhje sigurisht që është pak më pak, por sidoqë që të jetë ka një rol, si më thon, në krijim të rezultatit zgjedhor, madje edhe i jep një peshë shumë të madhe partisë e cila është e para në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Edhe pse ekziston mundësia e formimit të një qeverie të pakicës, analisti Armër Sadiku vlerëson se stabiliteti i saj do të ishte i pasigurt. Sipas tij, kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të arrijë të sigurojë mbështetjen e nevojshme për ta formuar një qeveri të tillë, por mbetet e paqartë nëse do të kishte përkrajen e të gjitha komuniteteve jo shumicë për të funksionuar në afat të gjatë. Po varësisht çfarë qeverie dëshiron të themelojë, ndoshta një qeveri të pakicës mbas përpjekjeve të tij të vazhdueshme dhe mund të themelohet, por nuk e di se sa do të kryej punë, sepse konsideroj që edhe kështu nuk janë numrat, meqense jo të gjitha minoritetet do të jenë ndoshta në favor të kësaj, por mendoj që Kosova si do të një qeveri stabile e cila formohet s'paku nga dy parti politike shqiptare dhe pakicat. Sadiku tutje tha se qeveria duhet të jetë mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Po realisht, për mendimin tim, ndoshta do duhet kishim një qeveri se le themi midis lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s pas që dhe votuesit tyne e akceptan më lehtë, por se sa do të jetë kjo mundësh mbetet më pas sepse kurzimet do të jenë nga brenda, në subjekteve politike. Megjithatë, PDK-ja dhe Aleanca janë më tepër si duket për një qeveri të opozitës, qoftë nëse zgjat ajo vetëm 6 muaj. Si të rëndësishme në vendimarrjen e proceseve në Kosovë, edhe avokati Ardian Bajraktari e sheh si faktor kogja të madh rolin e Mërgatës. Mërgata jonë është pjesë e pandashme e të kalumes, por njëkohësisht edhe e të tashmes. Prandaj roli i tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe në këtë drejtim edhe në procesin zgjedhor, ata natyrisht që janë pjesë përbërëse e rëndësishme, prandaj edhe roli i tyre duhet parë në këtë pikpamje. Prandaj, si të tillë nuk besoj që duhej me i ndan nga skena, nga aktualiteti, dhe përrjedhoj natyrisht që ata dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm në komplet ekonominë e vendit, prandaj janë pjesë shumë e rëndësishme e vendit tonë. Ai tha se qytetarët përmes votës tyre kanë vendosur standarde të rëndësishme politike, duke treguar se kompromisi dhe konsensusi janë të domosdoshëm për funksionimin e institucioneve. Ai vlerëson se bashkëpunimi politik nuk është i nevojshëm vetëm për zgjedhjen e presidentit, por edhe për krijimin e një qeverie të qëndrueshme dhe stabile. Sa i përket çështjes së rezultateve, ndonë se akoma po vazhdon procesi i numërimit të votave, megjithatë qytetari në bindjen time i ka vendosur disa standarde jashtëzakonisht të rëndësishme që do duhej me u ndjek nga skena aktuale politike. E para që kompromiset dhe konsensusi janë gjë e nevojshme, madje jo vetëm për çështjen e zgjedhjes së presidentit, mirë po për ta pasur një qeveri stabile, të cilën besoj që duhet ta ketë vendi për faktin se si dihet është humbur jashtëzakonisht kohë dhe përrjedhoi detyrimet ndërkombëtare janë jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat duhet të përmbushen nga ana e Kosovës herët ose vonë. Prandaj një qeveri stabile dhe e përkushtuar që krahas detyrimeve ndërkombëtare të merret edhe me probleme të natyrës etike, siç është çështja e energjisë, por edhe çështje të tjera, besoj që do të duhej vendit. Prandaj është i nevojshëm, është i domosdoshëm konsensusi dhe kompromisi e të shpresojmë që më në fund skena politike, klasa aktuale politike ta kuptoj frymen kushtetuese të sistemit tonë, sepse kjo gjë është e nevojshme. Madje për presidentin s'ka asnjë dilemë që duhet një gjë e tillë ka qenë edhe paraprakisht, por veçmas rezultati i zgjedhjeve të fundit e determinon nevojën për krijimin e marrëveshjeve të nevojshme për të ecur përpara. Mërgata ka luajtur gjithmonë rol të rëndësishëm për Kosovën. Por, ish ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Gjergj Dedaj, thotë se së fundmi po vërjet politizim dhe përçarje e saj
për qëllime partijake nga vetëvendosja. Sipas tij, kjo po e dëmton diasporën dhe po krijon dasi të panevojshme mes qytetarëve, në një kohë ku nevojitet më shumë unitet. Po Mërgata, do më thonë, historikisht ka luajtur një rol pozitiv, të rëndësishëm për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, për progresin edhe për lirinë e Kosovës. Kohë të fundit nuk është sheh e mirë, do më thonë, politizimi i Mërgatës, përqarja e Mërgatës, të cilën e ka bërë lëvizja vetëvendosje për interesa pure politike, dhe kjo e dëmton edhe vetë Mërgatën, por dëmton edhe relacionet, do më thonë, bëhet një ndasi e panevojshme mes qytetarëve rezident që jemi këtu, që ndajmë problemet e përditshme, do më thonë, me njëri tjetrin edhe ballafaqohemi, ndërsa problemet që kemi ne këtu në Kosovë, këto nuk i ka Mërgata. Mërgata ka këtë tema tjera dhe nuk duhet me qenë kaq shumë e politizuar. Dedaj ka kritikuar ashpër kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke thënë se formimi ose mos formimi i qeverisë është çështje e numrave të tij. Por, sipas tij, ajo qeveri nuk do të shërbejë integrimeve euroatlantike të Kosovës. Ai ka përmendur si shembull edhe çështjen e gazit amerikan, të cilën e cilësoi si gabim të rëndë, ndërsa ka akuzuar vetëvendosjen për keqpërdorim të fondeve publike dhe proces zgjedhor jo transparent. Akuzat të cilat i quan shumë të dëmshme për shtetin dhe imazhin e Kosovës. Kurti, prej sa kuptojnë politikë e tjetër gjas kanë bot tash po thuaj 4 dekada, vetëm në kohën e Enver Hoxhës, në kohën e Titos, në kohën e Slobodanit, edhe tash, do më thonë, Albin Kurti i fitoi për shembull në Britaninë e Madhe 90%. 90% vota është skandaloze, dhe s'ka lidhje me demokracinë dhe le ta formon ose mos ta formon qeverinë është çështje e tij, çështje e numrave të tij, mirë po ajo qeveri, domethënë, nuk do të jetë në dobi të ardhmes Kosovës, të integrimit euroatlantike. Ju shihni çfarë ka bërë me gazin amerikan, dhe kjo është edhe tradhti kombëtare, anulimi i gazit amerikan, kështu që Kurti para se të mendoj për formimin e qeverisë duhet të mendoj për fatin e Kosovës, për të ardhmen euroatlantike, të mendoj për progresin, edhe mos të kesh përdor parat tona, parat taksa paguesve të Kosovës për të blerë vota, se me qindra miliona euro ka investu për të blerë votat, ndërsa në përfaqësi diplomatike, në ambasada dhe misionet diplomatike, mund të them se i ka kesh përdor, po më vjen kesh me thonë i ka vjedh, po në fakt i ka vjedh, dhe këto nuk janë zgjedhje të ndershme, këto nuk janë zgjedhje transparente, dhe këto nuk i bëjnë nder as Kurtit, as vetëvendosjes, e mas pakti i bëjnë nder Kosovës. Krejt në fund, analistja amerikan Eric Gordy ka dhënë mendimin e tij për rënien e mbështetjes për Albin Kurti në zgjedhjet e qershorit. Ai ka vlerësuar se rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë tregojnë 2 tendenca kryesore. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mbetet politikani më i popularizuar në vend, por me një rënje të dukshme të mbështetjes, ndërsa përpjekjet për të krijuar një alternativë politike për serbët ndaj partisë së lidhur me regjimin e Aleksandar Vučićit nuk kanë pasur sukses. Sipas tij, suksesi i Kurtit nuk shpjegohet vetëm nga veprimet e tij, pasi ka edhe pakënaqësi ndaj qeverisjes, përfshirë tensionet me Bashkimin Evropian dhe debatet rreth ndryshimeve kushtetuese, të cilat kanë ndikuar në perceptimin e tij politik. Duket se rezultatet e zgjedhjeve kanë treguar 2 gjëra kryesore. Zoti Kurti mbetet ende politikani më i popularizuar në vend, por nuk është aq popullor sa ka qenë më parë, dhe ka pasur shumë përpjekje për të krijuar një alternativë për serbët ndaj partisë që kontrollohet nga regjimi i Vučićit, por asnjëra prej tyre nuk ka patur sukses. Nëse duam ta kuptojmë suksesin e vazhdueshëm të Kurtit, jo gjithçka mund t'i atribuohet vetë atij. Në fakt, ai ka shkaktuar shumë pakënaqësi, jo më pak për shkak të ndërhyrjeve në kushtetutë në përpjekje për të siguruar një president më të përshtatshëm për veten, si dhe për krijimin e distancës mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në përfundim, numrimi i votave të diasporës ka sjellë një ndryshim të vogël në shifra, por me ndikim politik më të madh se sa duket në palme të parë. Mërgata po konfirmohet si faktor që mund të lëvizë mandate dhe të ndikojnë në ekuilibrat për formimin e institucioneve. Ndërsa debatet politike tregojnë mungesë të konsensusit të qartë për qeverinë e ardhshme. Mes mbështetjes për vetëvendosjen, kërkesave për stabilitet dhe kritikave për politizim të diasporës, mbetet e qartë se vota e Mërgatës do të vazhdojë të jetë pjesë e rëndësishme e çdo formule qeverisë në Kosovë.